Përshëndetje. Spari sot unë do doja t'ju njoftoja për sa i përket finalizimit të një lajmi shumë të mirë për gjitha bashkitë në vend. Granti për 20 milionë euro është i akorduar nga Emiratet e Bashkuara, tashmë është formsuar dhe shumë shpejt një logjistike plot me mjetet cilat janë të domosdoshme për bashkitë për të parandaluar efektet e ndryshimeve klimatike, por në të njëjtën kohë edhe për të përmirësuar infrastrukturën, sidomos në zonat rurale. Ky është një lajm shumë i rëndësishëm për to. Ndërkohë, ajo çfarë sot besoj që po ashtu për bashkitë është një lajm shumë i rëndësishëm, është programi kombëtar i parkimeve. Ky është një program i cili do të prekë sidomos zonat urbane dhe bashkitë cilat janë të prekura nga flukset turistike. Është një program i cili do të evidentojë të gjitha kapacitetet që janë në territor për ndërtimin e parkimeve të reja. Këto mund të bëhen edhe në bashkëpunim me sektorin privat. Ky program në thelbin e vet do të rrisi funksionalitetin e qyteteve dhe në njëjtën kohë përmirësojë cilësinë e jetesës qytetarëve, sidomos kur flasim për zonat urbane. Po ashtu ditën e sotme kemi kaluar 4 bashki të tjera për sa i përket zonave prioritare dhe paketa e maleve vazhdon të jetë në fokus të punës të bashkive. Treguesi ku javë pas jave ne miratojmë zonat prioritare të bashkive të cilat akoma si kanë miratuar, tregon shumë mirë edhe kërkesën dhe kuptimin e kësaj paketes nga vetë bashkia dhe aq më tepër nga qytetarët që janë të interesuar për të përfituar nga kjo mundësi reale dhe e cila është shumë e qartë për sa i përket kategorive që mund të përfitojnë dhe çfarë mund të bëhet me këtë mundësi në territor. Demo Bekim Vici, Ora News. Nga komisioni apo mbledhja e fundit e komisionit të posaçëm për reformën territoriale u pa që ka një gap mes opozitës dhe maxhorancës për sa i përket le të themi dhe ndarjes së re administrativo-territoriale. Nga njëra anë ju kërkoni duket bashki më të mëdha që të kenë kompetenca më të forta, nga ana tjetër kemi opozitën që kërkon shtim të numrit të bashkive për shkak se bashkitë e mëdha kanë centralizuar pushtetin dhe kanë larguar qytetarin nga kryetarët. A ka vija të kuqe maxhoranca para çka sa duket si diferenca mes dy palëve është goxha e madhe? Ka vija të kuqe për sa i përket ndarjes së re territoriale? Faleminderit. Unë jam me shumë kënaqësi në komision. Unë si ministër shteti për pushtetin vendor e shoh rolin e ministrisë në një rol partneriteti me komisionin. Kjo është një reformë që të dy palët do ta shtojmë përpara. Aq më shumë që ministria më pas, cilido që jetë produkti i komisionit, duhet ta implementojë atë në territor. Qasja jonë dhe ajo çfarë ne u munduam që të parashtronim para komisionit ishin faktet që lidheshin me reformën e fundit, e cila ka filluar të implementohet 2015. Nuk ka një qëndrim nga ministria për sa i përket formës që duhet marrë reforma. Patjetër që komisioni tashmë ka filluar punën. Ne ishim një nga dëgjesat e para, por komisioni tashmë me intensitet do të zhvillojë dhe takime në territor, por dhe dëgjesa në komision nga aktor dhe faktor të ndryshëm që kanë të bëjnë me pushtetin vendor. Ajo çfarë unë vazhdoj të nënvizoj për nga pikpamja e rëndësisë është fokusi që ne duhet kemi tek funksionet e bashkive. Nuk duhet të bijem thjesht në ngërçin e më pak apo më shumë. Unë besoj që është një punë voluminoze e cila duhet bërë për analizën reale të kompetencave të bashkisë, si ato janë implementuar në territor dhe si është cilësia e shërbimeve në territor për qytetarët. Dhe patjetër në pas komisioni gjatë gjithë i rrugtimi do të ketë, unë jam i bindur, do të ketë modele të ndryshme që do diskutohen, cilat ne mezi presim të trajtojmë me komisionin, por patjetër me publikun e gjerë. Ola Mitre, Televizionin Skan. Duke qenë se transporti publik është kompetencë e pushtetit vendor dhe ndërkohë në kushtet e krizës aktuale, nga rritja e çmimeve të karburanteve, transporti publik është një nga më të prekurit dhe aktualisht qeveria është duke diskutuar një paketë subvencionuese për shkak të rritjes së çmimit të karburantit. Ndërkohë në programin qeverisës është parashikuar shtimi i flotës së autobusëve me 100 autobusë elektrik që ndoshta në kushtet e kësaj krize do të ishin një lehtësim edhe për financat e buxhetit të shtetit që duhet të subvencionojë transportin publik. Deri ku jemi me këtë program aktualisht dhe a ka zhvillime konkrete duke marrë në konsiderate dhe krizën aktuale? Spari transporti publik, kemi transportin urban, që është pjesë e bashkive, dhe patjetër kemi edhe ndërqytetas që
janë operatorë të ndryshëm që licencohen në nivel kombëtar. Patjetër ka një qasje të re nga qeveria për ndërtuar një program kombëtar, sidomos kur flasim për zonat turistike, për të ofruar një transport urban më cilësor dhe patjetër për të garantuar në të njëjtën kohë lëvizshmëri më të lehtë për gjithë ata turistë që vinë dhe vizitojnë vendin tonë. Kuptohet që çdo nisëm nga qeveria për sa i përket mbështetjes së sektorit në tërësi të transportit publik, patjetër që transporti urban është pjesë e tij. Ne jemi duke bashkëpunuar ngushtësisht me bashkitë për sa i përket përmirësimit të këtij shërbimi në territor, patjetër që edhe ju me drejtë ngritët si opsion që autobuset elektrik, sidomos për zonat urbane, janë më se të mirëpritur nga vetë bashkitë dhe aq më tepër edhe për sa i përket uljes kostove, duke parë dhe ekspozimin që ne mund të kemi nga faktorë të jashtëm për sa i përket çmimit të energjisë. Kuptohet që ky është një program kombëtar, është shumë dimensional, ka disa ministri që janë duke punuar, duke filluar Ministrinë e Transportit, Drejtorinë e Autoriteteve Rrugore, por patjetër dhe vetë bashkitë, secila prej tyre në kapacitetet e veta, dhe besoj që 2026 do të formalizojë një qasje më të strukturuar për sa i përket zgjidhjes së një problemi që ne e dim që ekziston në territor, që është transporti publik. Greta Bullari, televizioni Klan News. Zoti ministër, aktualisht në momentin që flasim, ka bashki të cilat e kanë arritur objektivin e vënë nga qeveria për numrin e kontratave sa i përket paketës së maleve dhe nëse po, cilat janë ato që janë më para në këtë proces? Faleminderit. Qeveria është e fokusuar që pakete maleve të mbulojë gjithë territorin në vend dhe patjetër ato kategori të cilat mund të përfitojnë sipas ligjit të kenë mundësi që të zhvillojnë biznesin e tyre, të zhvillojnë sipërmarrjet e tyre dhe aq më shumë të sjellin impakt ekonomik lokal në territor. Kuptohet që bashkitë në këtë proces ka një rol të rëndësishëm sepse procesi ndiqet dhe zhvillohet në nivel lokal. Ajo çfarë unë do të nënvizoja është që bashkitë e para që kanë miratuar zonat prioritare, siç mund të jetë Bashkia e Shkodrës, Bashkia e Shijakut, Bashkia e Skraparit apo Bashkia e Përmetit e tjerë me radhë, kuptohet që janë më të avancuara për shkak të kohës që ato kanë pasur. Dhe në fakt to janë ditët ku përfundon afati i shpalljes publike që bashkitë duhet bëjnë për secilin prej aplikantëve dhe më pas ato kalojnë për miratim në Këshillin Bashkiak. Kështu që unë besoj që në ditët që ne kemi përpara, ju do të shikoni që bashkitë ndryshme do të miratojnë me VKB, me vendimet e Këshillit Bashkiak, propozimet e para ose aplikimet e para që kanë pasur qytetarët. Por duhet kuptojmë që kjo do të ketë një efekt ortek, sepse afatet kohore janë të tilla që bashkitë do të ndjekin njëra tjetrës duke u referuar dhe momenti që zonat prioritare janë përcaktuar. Në njëjtën kohë ka bashki të cilat tashmë janë në proces për të zgjeruar zonat prioritare, pasi kanë konstatuar momenti që kanë filluar implementimin e paketës maleve në territor, ka pasur kërkesa dhe në zonat tjera të cilat nuk kanë qenë përfshirë tek këto zona prioritare dhe bashki do të vazhdojë me propozimet e reja për sa i përket miratimit të zonave shtesë prioritare edhe për bashkitë që kanë kaluar tashmë këtë proces. Zoti Demën, për të rikthyer pak te reforma territoriale, paktën në planin e Partisë Socialiste, reforma territoriale vetëm një ndarje e re e hartës dhe territorit, nuk planifikohet le të themi një rishpërndarje e institucioneve, një rishikim i hartës gjyqësore, rikthimi institucionet paktën në disa qytete të cilat tashmë janë të boshatisura për shkak të largimit të institucioneve, për shembull hipoteka, aluizmi, prokuroria, gjykata. Në këtë plan të Partisë Socialiste kemi vetëm idenë e ndarjes fizike dhe territoriale të një harte të re apo dhe rikthimin e këtyre institucioneve për të sjellë gjallërinë këtyre qyteteve që tashmë janë boshatisura pas institucion. Spari ne kemi publike që nuk është se ka një projekt që ne po e shtym qoftë si qeveria apo qoftë si subjekt politik, por ajo çfarë unë dua të nënvizoj është që reforma administrative territoriale është e fokusuar të ato të cilat janë funksionet që bashkitë kanë dhe patjetër edhe harta administrative që ne kemi në territor. Kjo është paketa e reformës që ka të bëjë edhe me vetë komisionin e posaçëm. Për sa i përket politikave të mbulimit territorit me institucione të ndryshme, me funksione të ndryshme, qoftë ato të pavarura, siç u përmendë që mund të jetë gjyqësori, kuptohet që nuk janë pjesë e kësaj pakete. Unë besoj që çdo institucion aq më tepër institucionet pavarura kanë funksionet dhe
politikat e tyre për sa i përket mbulimit territorit, edhe do të ishte një mbivendosje që brenda reformës territoriale të mbivendosën që dhe reformat të tjera që kanë të bëjnë nga pikpamja administrative me funksione të ndryshme që kemi në territor edhe nga institucionet pavarëse siç mund të jenë gjykatat, por patjetër edhe agjencitë ndryshme qeveritare. Ajo çfarë unë di të them është që ne jemi të gjithë të interesuar për të pasur bashkime të forta, ne jemi të gjithë të interesuar për të pasur shërbime më të mira në territor, ne jemi të gjithë të interesuar për të patur transparencë lokale dhe mbi të gjitha qëndrueshmëri nga pikpamja e strategjive të zhvillimit ekonomik lokal për çdo bashki në vend dhe patjetër për të prekur çdo qytetar pavarësisht vendodhjes fizike që ai ka në territor. Dhe unë besoj që reforma këtë duhet të adresojë dhe jam i bindur që të gjitha palët e përfshira kanë të njëjtin qëllim. Dhe shpresoj shumë që ne të kemi një produkt pse jo konsensual për sa i përket reformës. Më fal, do t'ishte shumë e thjeshtëzuar që zhvillimi ekonomik ka të bëjë me zyra institucionesh. Zhvillimi ekonomik nuk ka të bëjë me zyra institucionesh. Aq më shumë kur ne flasim sot që një pjesë e shërbimeve nuk merren më për zyra. Duhet kuptojmë që territori zhvillohet duke pasur atje përbërësin kryesor, që janë sipërmarrësit, që janë individët të cilët idetë e tyre arrin të implementojnë sepse kanë mundësitë që ofrohen patjetër nga institucionet shtetërore. Zyrat në vetvete nuk ofrojnë zhvillim ekonomik. Zyrat ofrojnë lehtësira për sa i përket çështjeve administrative, po jo detyrimisht zhvillim ekonomik. Qofse ne do të krijonim zhvillim ekonomik vetëm duke hapur zyra institucionesh nëpër territor, besoj që do të ishte gjëja më e lehtë dhe më e thjeshtë që qeveria mund të bënte. Ajo çfarë është e rëndësishme është që nisma të ndryshme që ne kemi sot në territor, për sa i përket zhvillimit ekonomik, qoftë me paketën e maleve, por dhe iniciativa tjera, por në të njëjtën kohë, edhe duke fuqizuar bashkitë, siç përmenda që në fillim, për sa i përket finalizimit të grantit për 20 milion eurosh, duke fuqizuar bashkitë nga pikpamja logjistike për t'i dhënë përgjigje sfidave në territor dhe për të krijuar shtratin e duhur për të parandaluar fatkeqësitë, por mbi të gjitha pse jo dhe për të krijuar infrastrukturën e duhur që ne të kemi zhvillim ekonomik. Po. Faleminderit.